Ankesa për kufizimet e aktiviteteve për shënimin e festave të nëntorit në shkollën fillore Zhivko Brajkovski në komunën e Butelit. Një pjesë e prindërve pa dashur të flasin në para kamerës së Alsat akuzuan se nxënësve ju ndalua pika ku duhej të prezantoheshin me veshje kombëtare. Ka reaguar dhe dega e BDI-s në Butel. Akuzon se vendimi është diskriminues, madje kërkon masa ndaj drejtoreshës. Dega e BDI-s në Butel shpreh indinjatën dhe shqetësimin më të thellë për vendimin absurd dhe të papranueshëm të drejtoreshës së shkollës fillore Zhivko Brajkovski, e cila ka ndërprer aktivitetin e nxënësve për festat e nëntorit, pavarësisht se fëmijat kishin më shumë se një muaj që ushtronin dhe përgatiteshin me përkushtim. Arsyetimi i drejtoreshës sipas të cilës aktiviteti ndalohet për shkak të veshjes kombëtare shqiptare është skandaloz dhe diskriminues. Ky akt përbën një precedent të rrezikshëm dhe një qasje të papranueshme ndaj identitetit kombëtar të shqiptarëve në komunën tonë. Magdica Pejeva, drejtoresha e shkollës fillore Zhivko Brajkovski në Butel, i hedhë poshtë akuzat. Sipas saj, programi i sotëm është realizuar në bazë të marrëveshjes paraprake me mësimdhënësit e ciklit të ulët fillor për shënimin e ditës së alfabetit shqip. Pejeva këmbgul se pika me motive kombëtare nuk është ndaluar, por është shtyrë për ditën e flamurit ose patronatin e shkollës. Sot marrëveshja ishte të përgatitej një shfaqje për nder të alfabetit shqip, të ishte e përshtatshme për moshën e fëmijëve që performojnë shfaqjen nga klasa e parë deri në klasën e 5, të ishte fëmijërore, të këndojë së bashku në lidhje me arsimin dhe edukimin, dhe ne i përmbajshim absolutisht këtij skenari dhe kësaj marrëveshje në lidhje me shfaqjen. Unë thash në rregull, le të qëndroj pika kombëtare, do ta përdorim qoftë për patronatin e shkollës apo për ditën e flamurit shqiptar, por do të bijem dakord për të ardhmen dhe kjo është thjesht e gjithë e vërteta. E premti ardhshme është dita e flamurit. A do të lejoni që flamuri shqiptar të jetë në shkollë dhe nëse ka aktivitete për këtë ngjarje? Kushdo që dëshiron të shohë nëse kjo është e vërtetë apo jo, mund të hap lirisht faqen e Facebookut ose Instagramit të shkollës Zhivko Brajkovski, të shfletoj aktivitetet dhe të shohë nëse aktivitetet të tilla lejohen apo jo të zbatohen në brenda shkollës. Një ngjarje e ngjashme është paralajmëruar edhe për shkollën fillore Petar Zdravkovski Penko të komunës së Butelit. Pas zërave për kufizimet e ngjashme edhe në këtë shkollë ka reaguar drejtoresha Mevlide Kryeziu, duke thënë se informacionet janë të pavërteta dhe se nuk ka ndalesë të veshjeve tradicionale për shënimin e 22 nëntorit ditës së alfabetit.